Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Pas zhurmës për ndarje, reagon për herë të parë Mateo. Me sa duket, Brikena dhe Mateo jo vetëm që nuk janë ndarë, por po japin fund njëri mirë zërave në mënyrën e tyre. Pas ditësh aludime në rrjet dhe një krizë mes çiftit të krijuar në Big, dyshja ka vendosur të reagojë me detaje që nuk kanë kaluar pa u vënë re nga fansat. Fillimisht ishte Brikena që të roqi vëmendjen pasi ndryshoi fotografinë e profilit në Instagram, duke vendosur një imazh romantik me Mateon të realizuar nëpërmjet inteligjencës artificiale. Një veprim që u interpretua me njëherë nga ndjekësit si një mesazh i qartë se lidhja e tyre vazhdon. Por surpriza nuk mbaroi aty. Edhe Mateo ka bërë një tjetër lëvizje që ka ndezur rrjetin. Ai publikoi në Instagram një screenshot nga një telefonat me Brikenën, ku shfaqet fotografia e saj në ekran dhe mbi shkrimi i ndjerë: "Më mungon Briki". Postimi romantik erdhi pikërisht në kohën kur fansat po komentonin mungesën e daljeve të tyre publike, duke aluduar për një ndarje. Në fakt, arsyeja e distancës duket se lidhet me udhëtimin e Brikenës drejt Italisë për të kaluar kohë me familjen e saj.